Pasi ishim duke diskutu për aleancën për anëmërinë e Kosovës, e kam cek edhe atë ditë këtu, sa kemi qenë live në studio në ditën e rezultateve të dielën që fitus morali këtyre zgjedhjeve është Ardian Gjini, sepse me të vërtet ky transformim që ka ndodhur në aleancë për një periudhë shkurt kohore është prit që ndoshta prej shumë njerëzve është po me skepticizëm dhe është menduar që zotëri Gjini nuk do të arrijë në asnjë format ta mirëmbajë aleancën në formën e njëjtës përkundër asaj figurës që e ka pas gjithmonë zotëri Haradinaj dhe është personifikuar dorën zemra aleanca rreth familjes Haradinaj në përgjithësi. Tashmë e pam edhe një mesazh tjetër nga zotëri Daut Haradinaj, i cili u shpreh i gatshëm me liru postin e deputetit, pra po vinë mesazhet e para dhe po lidhet me atë që po e thotë edhe zotëri Bislimi që reformat në aleancë kanë filluar dhe siç duket do të jenë reforma serioze që do të kalojnë tashmë një familje. Përkundër asaj që nuk është kur gjë e keqe që identifikimi me u bë rreth familjes Haradinaj, sepse e dim kontributin që e kanë në këtë shoqëni, por shumë më mirë që aleanca po hapet dhe po besoj kjo mund në një tarme të afër do t'i shërbej që edhe brezat e tjerë të afrohen dhe aleanca të merr si parti politike të ketë edhe promosat e tjera. Në anën tjetër, është normale që dy homësit më të mëdhenj zgjedhjeve janë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Albin Kurti për shkak të pritshmërive të cilat i ka pas dhe ne kemi thonë që arsyeja pse kemi shkuar në zgjedhje është pikërisht Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, e që nëse e kthejmë kështu tamam në kuptimin më të thjeshtë të fjalës është pikërisht Vjosa Osmani si kandidate për presidente, ajo e cila e ka dërguar kushtimisht, po e them kështu, mos shtyrja e emrit të saj përpara nga lëvizjeve të vendosjes ka bërë që vendi të jetë në zgjedhje të reja dhe me 7 qershor qytetarë e Republikës Kosovës ja dërgoj mesazhin të dyve edhe Albinit edhe Vjosës që duhet të ketë reflektim, duhet të ketë një qasje tjetër sepse qytetarët dinë edhe me ndëshku. Në anën tjetër është nuk duhet me minimizu fitoren e vetëvendosjes, të jemi korrekt dhe të sinqert sepse përkundër që për një periudhë gjatë kohore nuk është që kemi ndonjë projekt mirëfillt, nuk është që kemi pas ndonjë progres në shoqëni dhe të ketë ende një rezultat afër 43% të votave, po flasim në nivel të Republikës Kosovës, prapë është numër i madh dhe që përkthejmë deputet 50 fiks aktualisht janë 48 deputet, mirë po në çdo kombinim me votat e Mërgatës që konsiderohen të jenë diku rreth 110.000 votat Mërgatës, e zakonisht ne e dim që për lëvizjet vetëvendosje janë diku 70% e votave. Gjasat janë që një numër i tyre mundet edhe mos me u shpall të vlefshme, por gjasat janë që vetëvendosja të kaloj numrin prej 50 deputetëve, pra mund të arrijë 52 deputet, që prapë do të jetë problematike kësaj radhe edhe për ta bërë vetëm edhe qeverinë, sepse do të janë edhe disa deputet prej pakicave do më thonë këtë rast të cilët përveç listës sërbe që mo e dim rrugtimin e saj, po edhe pakicat e tjera nuk mund të jemi nuk mund të kemi garanci të plot që do të jenë gjithë për lëvizjen vetëvendosje, kështu që kësaj radhe po besoj që vetë se mesazhi është i qartë që pa një bashkëpunim, pa një marrëveshje politike është e pamundur të kemi institucione të reja.